dhe ndërhyrje flagrante në autonominë e Kuvendit të Kosovës, po ne nuk jemi të interesuar si subjekt politik që t'ja u bëjmë proformën atyre, sepse ata janë anti-shtet, anti-republik dhe kanë cenu rendin kushtetues dhe kanë bërë akte terroriste. Ka ndryshu dramatikisht rrethonat pas shtatorit të vitit 2023. Debati doktrinar që bëhet, a hyn gjykata kushtetuese në radhë me gjyqësori të rregullt, thuhet që jo dhe kështu është e vërteta, që gjykata kushtetuese nuk hyn në kuadrin e pushteteve të ndara. Ajo ka mandat me bë balancin dhe kontrollin, balancin e pushteteve dhe kontrollin e kushtetueshmërisë, respektivisht të përputhshmërisë së ligjeve me kushtetutën. Ky është mandati që e lexoni në qëllimin e ligjit për gjykatën kushtetuese dhe të funksioneve. Këtu e deri prapa veprem në vitin 1945, kur në Austri ka lind gjyqësia kushtetuese me profesorin e mirënjohur Hans Kelsen. Tani, në situatën që jemi, përtejni debatit doktrinar, që nuk dua ta zhvilloj këtu në studio, fakti që gjykata kushtetuese, pa ndryshimin e rrethonave normative dhe faktike, por edhe pa ndryshimin e një përbërje, e lejon në mënyrë të pakufizuar propozimin e 89 kandidatëve të listës serbske, ne mendojmë që ky është një arbitraritet kushtetues dhe ndërhyrje flagrante në autonominë e Kuvendit të Kosovës, sepse fuqia politike. Si veto. Jo, fuqia politike. Patjetër, ne e kemi trajtuar se këta mekanizma deblokues, sepse kënej po i thot që vetëm këta e gëzojnë këtë privilegj, ndërkohë që ashtu edhe kushtetuta, dhe rregulloria e Kuvendit. I dashur kushtrim. Po. Në njërën anë, po thot që këtyre ju takon ekskluziviteti respektivisht monopoli. Në anën tjetër po thot ti dush m'ja bë votat. Qysh po thot dush m'ja bë votat? Po thot ndërtoje një mirëbesim. Mirëbesimi o kategori moralizuese. Jo, kategori moralizuese. Kategori moralizuese. Po ne nuk jemi të interesuar si subjekt politik që t'ja u bëjmë proformën atyre, sepse ata janë anti-shtet, anti-republik dhe kanë cenu rendin kushtetues dhe kanë bërë akte terroriste. Ka ndryshu dramatikisht rrethonat pas shtatorit të vitit 2023 dhe sidomos ju e dini që edhe opozita politike ka bërë gjah shtrigash duke sulmu lëvizjeve të vendosje, madje që edhe sulmet në Varog të Zubin Potokut i ka bërë edhe vetë vendosje i ka thënë se po bashkëpunojnë me listën serbe. Ata kanë bashkëpunuar, i kanë prind zyrë dhe kjo është e vërteta faktike. Kanë bërë. Ne tani jemi në një situatë midis respektimit të një vendimi të gjykatës kushtetuese që ne mendojmë që në themelsinë e tij. A do ta respektojmë? Ta ndale, di që shkallku pasojat ashtu. Unë po flas për shkallkun, pastaj do flas për pasojën, a do duhet me respektu, a nuk do ta respektojmë. Kjo është çështje për cilën ne deri në këtë moment nuk kemi një vendim si grup parlamentar, si kryesi e lëvizjes vetëvendosje, por edhe komplet si strukturë politike, si grupi më i madh, si partia politike që ka fituar zgjedhjet në mënyrë plebiscitare me 28 dhjetor, se si do të veprojmë dhe kur do të vijë koha, unë prapë me shumë kënaqësi do të jem në studion e juaj për t'ju komunikuar nëse do të respektohet dhe kjo do të shihet në ditën e seancës kur të bëhet, shpresojmë shumë shpejt, sepse tani jemi në procedurat ankimore në Gjykatën Supreme dhe të thirret seanca e parë konstituive. Respektivisht e betimit dhe më pas e konstituimit institucionit, sepse jemi në që thuhet maraton fotofinish. Jemi 25 ditë para ditës kur besohet që me kushtetutë, sepse s'ka ndodhur kjo asnjëherë, por kushtetuta është e qartë, thotë që procedurat parlamentare për zgjedhjen e presidentit duhet të fillojnë 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual, që është data 5 mars, ndërkohë që ne sot jemi për shkak se muaji i shkurt për koincidencë ka më pak ditë se sa muajt e tjerë të zakonshëm. Dhe tani ne kur ti mrrim kjo, po paraprakisht më lejoni ta shpjegoj kritikën deri në fund